One, kohëve të fundit ja kom nis me dyshue që Albin Shqiptaria ose është ChatGPT ose është Simpsoni që i parashikon senet me kohë. Hajde ta ndëgjojna pastaj i këm të fjallë për këtë pjesë. Po e fsheh më së miri diamantin për shembull. Diamantin e fsheh më së miri në luster, në chandelier. Fsheh aty në mesin e gjithë tjerëve se do ndot. Ku fshihet gjethja? Gjethja më shihet në byll, se ka shumë gjethe tjera. Ku fshihet kufoma? Kufoma fshihet në fushbetej, se ku vdesin shumë edhe sedencilasht. Mbase do të mund ta vazhdoj me këtë ku fshihet agenti? Agenti fshihet në studio televizive, ku absolutisht nuk ka nevojë ta maskosh. Pra nuk qëndron analogjia juaj për njerëzit me maska. Tash llogarete me datën 25 janar të vitit 2018 ka parashikuar këtë sen. Edhe çdo fjalë që e tha këtu i ka dalë, sepse çaj që e përmeni çaj si agent është dalë në për emisionet televizive, si për shembull Ngojshia Show, ETJ. Pra, me full, me Albin Shqiptarin i bjen me full sikur me ChatGPT, ju kom thonë shumë herë. Por ja kom nis me dyshue që është Simpsoni, sepse po i parashikon senet në mënyrën më të mirë që ekziston. Po këtu është e mira se ky po i parashikon senet për hajnat që ne kanë vjedh Kosovën edhe ne kanë masakrua me një farë aspekti, e që besa edhe shpihunat për i qetën dritë. Prandaj, vota jem nuk ka shku e pështë, sepse e di që këmon për njerin ma të meqër që e ka Shqiptaria dhe njerin ma shqiptar që ekziston për i shqiptarve.